Në maternitetin e Durrësit, numri i lindjeve ka pësuar një rënje shqetësuese në 10 vjeçaren e fundit, ndërsa në vitin 2014 u regjistruan mbi 3.000 lindje. Sot ky numër është reduktuar ndjeshëm. 2 vite më parë u regjistruan 1.896 lindje. Në vitin 2024, ky numër ra në 1.841 lindje, ndërsa për 8 mujorin e parë të vitit 2025 janë vetëm 733 lindje. Në total 10 ulje duke parë nga vitin vit. Kjo ulje e numrit të lindjeve është një ulje globale në fakt, jo vetëm në vendin tonë dhe ndikojnë disa faktor social, faktor ekonomik. Ndër faktorët ekonomik lidhen me faktin sepse lindja dhe rritja e një fëmije ka kosto lidhur me banesën, duhet të ketë një banesë më të madhe, lidhur me rritjen, me edukimin, kushtet ekonomike të bebit, shkollimin, i cili është shumë i rëndësishëm, kështu që prindit stepen për të bërë shumë fëmijë, siç bënin përpara 3 dhe më shumë, tani reduktohet numri i fëmijëve në 1 deri në 2. Rënja e numrit të lindjeve nuk lidhet vetëm me zgjedhjet individuale të çiftit, por dhe me pasigurinë ekonomike dhe kushtet sociale të familjeve të reja durrësake. Emancipimi i grave dhe kërkesat e tyre në rritje për edukim cilësor dhe karrierë janë një tjetër faktor që ndikon drejt për së drejti në uljen e numrit të lindjeve. Nënat sot gratë në përgjithësi kërkojnë të jenë më independente, të jenë më të kulturuara, më të edukuara, dhe për këtë nuk mjafton cikli 8 vjeçar jo, po as dhe cikli arsimor i mesëm, ato kërkojnë më shumë që të ndjekin shkollat e larta, të bëjnë një master, pse jo një doktoratur, do të thënë një pjesë e mirë e grave janë të arsimora mirë. Dhe që të ndjekin gjithë të cikle shkollore, bëjnë që të mos martohen në kohën e dur dhe që të lindin fëmijë shpejt. Ana tjetër, vjet një trendi nga të dy partnerët për të shtyrë kohën e martesës dhe të bërjes fëmijë. Ulja e numrit të lindjeve në një qark që në 10 vite e ka rritur popullsinë është një tregues social alarmant, por kjo është reflektim dhe i emigrimit masiv të brezit të ri, dhe Durrësi, si shumë qytete të tjera shqiptare, tashmë përballet me një realitet të ri. Me uljen e numrit të lindjeve dhe plakjen e popullsisë që po ecën me ritme të shpejta, efektet do të jenë gjithnjë më të ndjeshme në mjaft sektor të ekonomisë në vitet dhe dekadat e ardhshme.